është paraqitja e tyre? Ose paraqitjet e tyre? Si që është shumëllojshmëria në tokë, është edhe në univers. Nuk mund të ketë një formë statike ose fikse të një qenie që është përtej këtyre dimensioneve që ne njohim. Ne të paktën deri tani po hym dal nga dal në vibracione të fushave 4-dimensionale dhe pak më vonë base edhe 5-dimensionale. Të gjithë elementët që ne njohim, toka, uji, ajri, pra të 3-4 elementë përfaqësojnë këto dimensione dhe shpeshherë njerëzit nga kufizimi që i kanë vetëm këto element për të jetuar, mendojnë që kaq është edhe universi dhe kufizojnë brenda kësaj. Por tani në frekuenca të ndryshme ka krijesa të ndryshme. Ashtu si çka një botë, ku diun në një botë toksore apo në një mikrokozmos siç janë ku diun milingonat apo gjallësa shumë të vogla. Njësoj është edhe makrokozmosi, ku ka shumëllojshmëri gjallësash apo krijesash, mbase me ngjyra, mbase me forma të ndryshme dhe jo statike, dhe jo vetëm ata gri që na tregojnë. Jo vetëm ata që ne kemi parë apo është krijuar bindja nëpër mediat.